Jaho Mulesmani, arratisur pa lënë gjurmë në 10 nëntor 1999, ishte kthyer në personin më të kërkuar nga policia shqiptare. Për njerëzit që tregonin vendodhjen e tij ishte vendosur një shpërblim i majm nga shteti, por askush nuk arriti ta përfitonte atë. Të vendosur në presion të madh nga opozita dhe lideri i saj Berisha, strukturat shtetërore po bënin përpjekje të mëdha për ta arrestuar Jahon, por kapja e tij duke një mision i vështirë. Agjentët e Shikut e kishin lokalizuar vendodhjen e Mulesmanit në Kosovë, por atyre duhej të bindnin që të dorëzohej para drejtësisë. Duke përfituar nga fakti se babai i Jahos u ekzekutua dhe familja e tij rrezikoi seriozisht nga kundërshtarët që nuk ishin dorë për hakmarrje, Shiku i ofroi një marrëveshje konkrete. Shefi i kundër zbulimit të Shikut kontaktoi me Jahon dhe i dha garanci se familja e tij do të merret në mbrojtje nga shteti.